Qatë dohet ti kushtoje. Besnikria është ma e shtrejt të besimtarim. Pa ata ju e dini ngjarjen e atij fëmijët i cili u bë sebeb që një grup e mangupa u penduan. Kur i dolën ato mangupat në udhë, ja prejtë në udhën, edhe për vezin, a kije pare ti? Tha jo, ti jo. Ma i vogli tha a kije? Tha po i kam 40 dirhem. Tha leje për këta 40 dirhem. Tha galzon të para në hajdutit dikur sa i kije. E vetë jëtë i thota, mos kije diçka? Tha po, 40 dirhem. Tha ku i kije? Tha që në gjep. Qiti? Ta. Allah, Allah, që ka ndodhi? E para njoni drejt para hajnëve me galzu. Tha o ti filan. E s'ka të i modhi. E qojnë të i modhi si ka ndodhë kur hajnëve që dikush drejt mi dregu. Edhe i modhi dhe që ka të boni ti e drejt me full. Tha ja kam thonë besën nonës. Shka i ke thonë besën nonës? Nonës ja kam thonë besën që kur s'ka me rejt sa dojnë e të më kushtojë. Që shtë rejnë 40 dirhem i pa thonë me shku me kërku dituri. E une me rejt me athi besën nonës. A i ndalët dhe thotë subhanallah, ki gjaliris po ja thënë besën nonës, a naja kena dhonë besën Allahut për ditë pëthej. E neja kena dhonë besën Allahut dhe për ditë pëthej. Për këtë arsye pendohet aj, thot une e kam lon hajnin dhe këtë hajnët banditët që janë thot ti modhi i konë të nan hajni, i pari jenë pendim edhe i kthejnë Allahut Azza wa Jall dhe që ki hajni ma i madh a konë prej djetarve të mëdhoj. Dhe këtoj nuk janë një po di, Fodejl ibn Iyadi dhe Abdul Qadir el Gjilani. Pra këto ka qenë me një kohë hajna, me gjitha ta pas pendimit janë bon shembulltir në devotshmëri dhe në takvallëk.